Se si duket një tempull budist në Shanghai, në Kinë. Është një tempujve më të mëdhej të qytetit, një prej zonave po ashtu të populluar në qendër qytetit, ndërtuar rreth vitit 1500. Do mundohem t'ju tregoj me pak shpjegime. Kjo është pjesa e sipërme e tempullit. Shifeni. Ky është geti qendror tashmë. Kjo është geti qendror nga hyn. Kjo është porta e dytë. Tempulli ka 4 porta. I gjithi është i zbukuruar me skulptura. Në hyrje është dhe një restorant që shërben ushqim kinez tipik. Tani po ecim mes për mes getit kryesor. Në një nga anët përgatiten lule që i vendosen, shifeni, i vendosen Budës. Unë nuk i njoh ritualet fetare kineze. Kjo është pjesa e sipërme e tempullit. Tempulli është ndërtuar tash në vitin 1500. Jam prap në një nga anët e tij. Shiheni ku vendosen edhe mandarina, karamele, moll në nderim të figurave. Këtu hy prap në pjesën qendrore të oborrit, shkoj drejt getit të dytë, por t'ju tregoj pak si funksionon geti në këtë drejtim. Është një tjetër statuj e Budës. Dhe njerëzit përkulen duke u falur. Dhe një tjetër statuj po këtu. Është statujat janë të lara në ar. Ky është vendi ku merren, ku ndizen qirinj. Ku ta vini re, është një rezistencë ngrohtë. Ndizen qirinj të cilët vendosen në këtë pjesën këtu. Është pjesa ku vendosen qirinj për të shkuar në getin qendror, që është ky këtu. Por para se të shkojnë në getin qendror, t'ju tregoj pak pjesën e brendshme tjetër të Budës. Shikoni çfarë mrekullie është. Brenda secilës prej tyre është një statuet. Shifni. Çdo gjë prej tyre ka një statuet brenda. Çdo gjë ka një statuet brenda. Pjesa e sipërme, këtu vendosen qirinjt. Këtu vendosen qirinjt. Jam akoma duke ecur në pjesën e brendshme të oborrit. Pjesën e brendshme të oborrit. Kjo është pjesa kur hyn në statujat sipër. Janë 3 dyer qendrore me luanët klasik, një prej simboleve të gjithë Orientit. Këtu hyn në tempullin kryesor. Ku është statuja e Budës. Janë të gjitha statujat e Budës. Në pjesën anësore janë statujat e luftëtarëve ose mbretërve, ka gjithmonë një ritual. Pranë tyre vendosen lule, dhurata, madje edhe një pul të pjekur atje. Dhe këtu shihni sa madhështore është. Edhe kjo është e gjitha me statueta të vogla dhe është gjigande. Është e gjitha me ambër. Statuetat e mëdha të Budës, ku është. Jam duke shkuar në pjesën e mbrapme,
ku ka një murale gjigande dhe dy simbole. Murale gjigande është po ashtu me Budën, ka lule të freskëta dhe gjithë zonën rreth rrotull, është tamburi i madh që goditet, është gjigant, është gati sa unë në këmbë, dhe pjesa e madhe e këmbanës, që është thuajse 2 metra e lartë, në të dy anët e tjera të korridorit që shkon, ka po ashtu statueta luftëtarësh kinez. Jam në pjesën e brendshme tani për të hyrë në një nga zonat ku sërish ka në shkallët për të ngjitur në pjesën e sipërme që nuk ngjitet çdo. Shifeni. Është pjesa e sipërme. Këtu është një tjetër vend ku i kushtuar Budës, ja ku është atje tutje, por i dal prapë që të shkoj në tempullin e fundit, në sallën e fundit tempullit, siç e shihni në të dy anët, ka sërish statueta të Budës. Një tjetër statuet në këtë drejtim, edhe njerëzit që falen. Ka një tjetër këtu, sikur se thash, pranë tyre ka vazhdimisht dhurata. Shifeni. Çdo lloj gjëje që ti mund t'i blatosh Perëndis, domethënë. Edhe këtu hym në pjesën e fundit. Këtu janë 4 dyer, 1, 2, 3, janë 5 dyer. Pjesa e sipërme, pjesa nga erdhëm. Është pjesa ku sërish bëhen fli, blatohen pra dhurata. Kjo është pjesa më e vogël, pjesa qendrore ishte pjesa e parë. Pra se tu është tempulli i fundit, me fytyrën e Budës, dhe në pjesën tjetër del jashtë. Është tempujt budist, edhe pse kanë ekzistuar në vitet e komunizmit, në vitet më të ashpra të komunizmit, të luftës të atij që quhej revolucioni kulturor, ato nuk kanë pasur rolin që kanë sot. Duket se një lloj besimit, si thuash, besimi tek Zoti, tek Buda, është rikthyer në Kinë, por natyrisht shumë e moderuar për arsye se ende është një regjim komunist. Gjithsesi, Kina duket se i ka ruajtur pjesën më të madhe të veprave të saj të rëndësishme fetare, religjioze, dhe jam në pjesën e fundit, duke dalë në korridorin, në oborrin e jashtëm, si të shihni njerëzit dalin mbrapsht, domethënë duhet dalësh mbrapsht, duhet dalë dhe unë mbrapsht tani, me që të riti është kështu, dole dhe unë mbrapsht, dhe jam në oborrin e brendshëm, një prej tempujve budist më të mëdhenj të Shangajit.